peshorja. Kjo që po dëgjojmë është pjesa dimensioni i 5, Fifth Dimension, e vitit 1966 nga grupi The Byrds. Në këtë pjesë, këngëtari bën një pohim të çuditshëm. Thotë se në një moment qartësie të veçantë, kur ishte plotësisht i shplodhur e i përqendruar, kuptoi gabimin e madh që kishin bërë mësuesit e tij. Pikërisht këtë gjë, ta rekomandoj edhe ty, o peshore, burra grua qofsh. Të këshilloj të marrësh për shembull pohimin e këngëtarit të Byrds, të grupit Byrds, që sapo të thash, dhe të vesh në dyshim dhe të analizosh ato që ke mësuar nga mësuesit e tu, qoftë dhe nga më i miri për i tyre. Vetëm pas kësaj analize, do t'jesh në gjendje të kuptosh se çfarë duhet të mbash dhe çfarë duhet hedhësh poshtë, çfarë duhet ta flakësh te. Je në momentin që duke bërë këtë gjë, duke ripar figurat e së shkuarës, do të pësosh një tronditje shumë të shëndetshme që do të hapë sytë për vazhdimin o peshore, burr a grua qofsh.